billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ashrafa wa ba'd. Falënderimi tek Allahu xhalla xhelaluhu, salatu wa salamu qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Ahzab ajeti 30: Ya nisa an-nabiy man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu ad-di'fayn wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. O ju gratë e pejgamberit, kush prej juve vjen me diçka të turpshme, të qartë, yudha'af laha al-'adhab, kam ju shtu dënimit dy fish. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dhe kjo punë për Allahun është e lehtë. Pra Allahu xhalla xhelaluhu po I drejtohet kujna, nanave të besimtarëve, grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ju thot, nëse njëna prej juve ban ndonjë gjatë të turpshme, me jeti bi fahishatin mubayyina, diçka të turpshme të qartë, yudha'af laha al-'adhab, asaj kam ju dyfishu dënimi. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dhe kjo për Allahun është shumë e lehtë. Pse Allahu xhalla xhelaluhu këto po I drejtohet grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po ju thot që në qoftë se ju, njëna prej juve, gabon, dënimin e ka dy fish. Kurse dispozitat shariatike janë damet apo në Kur'an dhe Sunet për çdo vepër, të mirë apo të keqe, ka dënim dhe shpërblim, ka dispozit, ka gradë të dënimit. Allahu xhelle xhelaluhu këtu gratë e pejgamberit po I dalloj ka. Dhe po ju thoj ka, nëse njëna prej juve vjen kështu, dënimi nuk ka sikur tjerat me ardh. Nëse njëra prej juve e bani një gjë të turpshme, dënimin s'ka më marr çysh e ban një gruaja tjetër një vepër të turpshme. Ata kanë më marr dënimin sa meritojnë me ligjin e Allahut, kurse për juve diçka tjetër. Çka? Dy fish. Dy fish. Pse? Për shkak se ata kanë qenë gratë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë gra me autoritet më të lartë ndër gratë tjera. Ata kanë qenë gra të ngritura nga ana Allahu subhanahu wa taala. Deri në çfarë grade kanë qenë të ngritura? Deri në atë gradë sa që Allahu xhelle xhelaluhu I bani selam Khadijës radiallahu anha. E Gjibril a.s. I bani selam Khadijës radiallahu anha. Deri në këtë gradë, selam prej Allahu drejt për drejt, selam prej Gjibrilit a.s. drejt për drejt. Për shkak se ishin gra me autoritet dhe të dalluara ndër gratë tjera, u dashte me qenë kujdesi shumë më I madh prej anës së tyre. Jo se gratë tjera nuk është dashur me qenë të kujdesshme. Jo se gratë tjera nuk është dashur me qenë të kujdesshme. Të gjithë gratë e muslimanëve dhe besimtarëve duhet me qenë të kujdesshme. Mirpo, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë, gratë e talebeve, gratë e hoxhallarëve, gratë e dietarëve duhet me qenë shumë më të kujdesshme. Duhet me qenë shumë më të kujdesshme, për shkak se janë gra me autoritet dhe syt e grave tjera janë drejtuar ka gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se prej aty e shohin udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E paramendon tash me dal diçka e pahishme prej aty ku njerëzit shpresojnë udhëzimin. Paramendon me dal diçka e keqe prej vendit ku njerëz I kanë kthy syt atje për udhëzim. Prej aty me dal diçka keq. Apo kjo është edhe më e shëmtuar. Kjo është edhe më e shëmtuar. Njëjtë kështu është edhe me gratë e hoxhallarëve.
Njëjtë kështu është edhe me gratë e hoxhallarëve. Njëjtë kështu është edhe me hoxhallarët, me dietarët, me talebet. Njëjtë kështu është edhe me çdo person I cili është me autoritet në shoqëri. Vepra e shëmtuar prej tij kur del nuk është e njëjtë kur prej të tjerëve. Kur e bën një vepër të shëmtuar me dikush me autoritet, nuk është e njëjtë kur e bën dikush që është I thjeshtë. Për shembull, nuk është njëjtë në syrin e njerëzve me pi duhan një person I thjesht edhe me pi duhan dikush me mjekër. Nuk ka njëjtë. Pse te ky personi me mjekër njerëz I kanë kthy syt se këtu është udhëzimi. Pi këtu po vjen udhëzimi. Pi këtu ky po proklamon burimin e udhëzimit. Prej aty ku njerëz I kanë kthy syt për udhëzimin, e shef duhanin. E shef moralin e keq. E shef pakujdesin. E shef ndonjë vepër të turpshme. Nuk është e njëjtë. Dhe rreziku për ta marrë dënimin dy fish është shumë I madh. Ky ajet është për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, rreziku për ta marrë këtë dënim të dy fish, çdo person I cili është me autoritet në shoqëri, është rrezik shumë I madh. Është rrezik shumë I madh. Ku po du me dal? Çka po du me thon? Çka po du me dhon mesazh? Që ky mesazh personte ta mbani mend. Ju që keni mjekra, shkurta apo të gata, e pantollet shkurta. Dhe ju gratë që keni mbulesa të zeza, apo edhe nikap. Kujdes çka veproni. Kujdes. Se njerëzit tjerë që s'falin namaz, që I thojnë vetit musliman, po s'falin namaz, nuk agjerojnë, bëjnë gjunahe, janë pa kujdesshëm ndaj Allahut, ndaj pejgamberit syt I kanë kthy me kajo. Kur ta bani ju një vepër të shëmtuar, u a bëjnë muhabetin me 10. Të njëjtën vepër me bë dikush tjetër, prej tjerëve, se ban kërkush muhabet. Me pi duhan dikush tjetër që pin shumë, kërkush se ban muhabet. Ama me bë me të pa ty, I cili ke paraqit udhëzim, tu pi duhan, ta dish që ti ndoshta ke mu bë sebeb me ja gordit fen dikujt. Me të pa ty duke e bën një vepër të pamoralshme, kemi u bë atyre gërdi fen, për shkak se ata prej ty e këshirin fen. Ty janë do të këshir. Dhe kujdes se çka flet, kujdes kur të hash, kur të ecish, kur të folish, kur të heshtish, kur të bësh tregti, kur blen, kur shet, gjithçka që të bësh ti, për ty më nuk ka jeta njëjtë. Për ty nuk duhet me qenë jeta njëjtë. Nuk mundesh ti me dalë në këtë fotografin e një njeriu të devotshëm dhe pastaj me e bë sjellën tënde s'ka ki pas përpara në xhailiet. Kur ke qenë pa namaz, larg Allahut, pa islam për kurrë. Nuk mundet kështu. Për shkak se me këtë vepër bash pengesë për të tjerët. Bash pengesë që tjerët me u afu xhamis. Bash pengesë që tjerët me ndëgju Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se ata thonë, po çështu është Islami. Ata nuk e dinë që Islami është I pastër prej veprës tënde apo time të pamoralshme apo të keqe. Kujdes.